Mirëmbrëma të gjithëve, i nderuar deputeti zoti Leskaj, i nderuar drejtuesi politik i Qarkut, të nderuar bashkëpunëtor, koleg, faleminderit që sot jeni bashkangjitur ftesës për të marrë pjesë në këtë tryezë Trumbullakët, siç edhe jeni njohur në lidhje me reformën territoriale. Me cilësinë e kryetares Partisë Demokratike, ju jam mirënjohëse për gjithë kontributin tuaj të sotëm dhe në vazhdimsi që keni dhënë për këtë reformë. Partia Demokratike Dega Vlorë ka pas një grup pune në nivel qarku i cili ka funksionuar më së miri dhe ka nxjerrë platformën e vet në lidhje me reformën territoriale. Me propozim Partisë Demokratike, ne kemi pasur një draft i cili parashikonte krijimin e bashkive të tjera, siç është Novosela, Orikumi, Amantia dhe Ksamili. Por, me sa shikohet, drafti i paraqitur nga Partia Demokratike jo vetëm që nuk është marrë parasysh, por propozohet të hiqet dhe Bashkia Selenicë. Kjo sjell totalisht një situatë jo të mirë, jo vetëm për gjithë banorët e zonës, por për gjithë vendin. Partia Demokratike i qëndron qëndrimit të saj, vazhdon të shpreh qëndrimin e saj koherent dhe është kundër kësaj reforme territoriale, duke e parë dhe gjykuar atë si një reformë totalisht politike. Kjo reformë nuk është ndërmarrë së pari me një konsultim publik të gjerë me banorët e zonës. Kjo reformë shuan vlerat, trashëgimin, identitetin, kulturën dhe historinë e një krajine të gjithë siç është krajina e Labërisë. Kjo reformë nuk ka më një pasqyrim real të gjendjes ekonomike dhe sociale të gjithë zonës. Janë 47 fshatra, të cilat ngelen totalisht pas një lloj shërbimi dhe administrimi. Jemi në ditët e sotme, të gjithë kemi lidhje me krahinën e Labërisë, me Bashkinë Selenicë, me këto fshatrat dhe shikojmë shumë mirë lënien në mëshirë të fatit të gjitha këtyre njësive. Mungesa e investimeve, mbyllja e shkollave, mbyllja e qendrave shëndetësore, mungesa ujit të pishëm, mungesa e pastrimit të kanaleve, problematika nga më të ndryshmet që janë akoma aktuale me ekzistencën e Bashkisë Selenicë. Po nesër, kur kjo bashki do të shkrihet dhe do të bashkohet me Bashkinë e Vlorës. Në gjykimin ton, kjo është një padrejtësi që po i bëhet kësaj treve dhe ne qëndrojmë në krah banorëve të kësaj zone, ashtu siç filluam ditën e sotme dhe do të jemi dhe në vazhdimsi në mbështetje të plotë të banorëve të zonës për të pasur dhe për të bërë maksimumin ton të mundshëm që Bashkia Selenicë të qëndrojë aty ku është. Ju faleminderit dhe shkurtimisht të gjithë ata që janë pjesë e panelit, por dhe të ftuarit kanë mundësinë që të shprehin qëndrimin dhe mendimin e tyre në lidhje me këtë reformë. Unë në fakt këtë mbledhjen sot takimi me ju do ta ndaj në dy pjesë. E para është qëndrimi ynë i qartë, pa ekuivok dhe aksioni që duhet ta shoqëroj këtë në mbështetje të banorëve të Selenicës. Në mbështetje të banorëve të Selenicës, në kundërshtim të hapur dhe si një shuplak që ne duhet të japim qytetare dhe politike, veprimit antikombëtar të Ramës që kërkon ta shkrijë këtë bashki, pra ta përfshi, ta involvoj të Bashkia Vlorë. Dhe së dyti, detyra që na takon ne të gjithëve për të përcjell në popull, në publik, variantin ton të reformës. Variant për të cilin kanë punuar ekspert më të mirë të Partisë Demokratike, edhe deputetët që ishin pjesë e komisionit bipartizan, variant i cili është shumë i kristalizuar. Po, ne duhet ta përcjellim, ta bëjmë të ditur për gjithë banorët e qarkut tonë. Për këtë variant ne kemi folur, kemi organizuar takime me qytetarë dhe në vitet 2022 dhe 2023, po prap ne do ta përsërisim dhe do ta lançojmë, do flasim për këtë variantin tonë për reformën administrative territoriale, variant i cili ne mendojmë dhe është pa diskutim më afër qytetarit, është variant që plotson kriterin e madh të përpjekje për decentralizim të pushtetit vendor, të suportit që qeveria duhet të jap, një variant i cili i koncepton 100 bashkit si entitetet të pavarura, bashki të cilat do të shkojnë më afër qytetarit me politika decentralizuese që duhet të ndjeki qeveria, mbështetur në parimet më të mira të BE-s. Po të kthehem te kjo çështja e parë. Jo vetëm te protesta për
mbrojtjen e Bashkisë së Selenicës, po dhe në protestat të tjera, ku ne të kemi mundësi fizike, qoftë protesta e madhe qytetare në Tiranë, po dhe protesta tjera në qarkun e Vlorës, protesta kundra teceve lundrus, kjo gangren korruptive në qytetin tonë, protesta të tjera për mbrojtjen e mjedisit, apo dhe protesta të cilat ne duhet të reaktivizojmë, ne duhet të marrim pjesë aktivisht në këto muaj, gusht, shtator, tetor, pavarësisht që gushti është muaj pushimesh, duhet të rakordojmë në mënyrë të tillë që në shtator të protestat tona të arrijnë në crescendo dhe të jenë të kristalizuara, të jenë më së miri të kristalizuara me objektiva të qarta. Në veçanti, protesta në mbrojtje të banorëve të Selenicës është një protest për të mbrojtur Vlorën, për të mbrojtur historinë, për të mbrojtur traditën, për të mbrojtur ekonominë, për të mbrojtur zhvillimin. Reforma e vitit 2014 në fakt ishte një reformë e domosdoshme, por mënyra se si e implementoi Sekti Rama reformën e vitit 2014 ishte në një farë mënyre ajo leva e Arkimedit për të inkurajuar shpopullimin e popullsisë. Dhe ky draft tani, që është shumer më i keq se drafti 2014 dhe është me qëllime akoma më të këqija, po që për fat tani janë më të hapura dhe më të kuptueshme nga qytetarët, në thelb të qëllim ka këto krajina, këto bashki si Selenica që përfshin lumin e Vlorës, krajinën e Kudhës Greotit, që 47 fshatra, gjithë ajo popullsi, një bashki me resurse, kërkohet të zerohet me qëllim që të inkurajohet ajo ftohje e popullsisë, ajo tendencë për largim e popullsisë nga këto zona me tradita dhe me histori, nga migrimi brenda vendit deri tek emigrimi jashtë vendit. Pra në thelb është një shpopullim që këtu në Shqipëri në këto 13 vite të Sektit Rama ka kaluar me ritme me një progresion geometrik, jo progresion aritmetik. Ne këtë duhet ja u bëjmë qytetarëve, duhet të i bashkojmë forcat tona me të gjithë faktorët në vend, me qytetarët e thjesht, me shoqërinë civile në rastin konkret në Bashkinë Selenicë, me ata socialistë të pakënaqur, me banorët e Selenicës dhe të Vlorës që tashmë i kanë kuptuar këto qëllimet ogurzeza të Ramës dhe në veçanti me të rinjt që t'u shpjegojmë, këtu bëhet fjalë për të ardhmen e laboristë të Selenicës, të Vlorës, për gjithë të ardhmen tonë integrale dhe kush më mirë se rinia do na kuptojnë dhe do na mbështesi. Nga protesta e Tiranës, protesta qytetare e Tiranës, ne duhet të mësojmë shumë. Ne kemi Partia Demokratike, kryetari Berisha e ka mbështetur që në fillim protestën, ka qenë shumë i qartë. Ajo në fakt është protest kundër korrupsionit dhe keqeverisjes në këto 13 vite të Sektit Rama. Është një protest ku më së fundi qytetarët kanë vrarë frikën. Qytetarët kanë vrarë frikën mbas atyre protestave në arkun kohor të 10 viteve që Partia Demokratike organizoi, në të cilat gjithë ne kemi marrë pjesë me mundime, me sakrifisa, tani arritim në fund që qytetarët e kanë vrarë frikën. Qytetarët janë masivisht në protest. Dhe ne si demokratë, si Parti Demokratike, as nuk shqetësohemi, as nuk provokohemi edhe nga provokime të një pjese, po themi, të minore të protestuesve, të cilët përpiqen të bëjnë opozitën e opozitës, apo të cilët përpiqen të fitojnë terren për partitë të vogla apo partitë që mendohet do krijohen në të ardhmen. Ne jemi të kthjellët në qëndrimet tona, jemi konsekuent, duhet të jemi krenar për gjithë opozitën që në këto 13 vite nga demokratët e thjesht deri te kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe qëndresa që i kanë bërë Sektit Rama, po njëkohësisht duhet të jemi dhe ambicioz, duhet të shikojmë në të ardhmen. Duhet të shikojmë dhe të jemi të ndërgjegjshëm që suksesi i kësaj proteste është sukses për gjithë shqiptarët, është sukses për Shqipërinë, është sukses për forcat politike demokratike në Shqipëri dhe për Partinë Demokratike në veçanti.
E dyta, ne do shpjegojmë variantin e Partisë Demokratike për reformën territoriale administrative, variant në cilin ne kemi punuar nga prej vitesh, e kemi përcjell në takime që kemi zhvilluar në Orikum, në komunën Kot, në Novosel, në Selenic dhe në shumë njësi në Vlorë dhe në shumë njësi administrative dhe do ta përcjellim përsëri. Kjo i bie është detyra jonë, është detyrë e Partisë Demokratike në Vlorë dhe në Selenic, e departamenteve që ne kemi, e të gjithë antarëve të kryesisë. Pra, ne do kemi dhe terenin dhe aksionin në teren, po edhe prezantimin në tryeza në workshope me grupe të caktuara, me të rinj, me përfaqësues të shoqërisë civile, që të shpjegojmë atë variantin e Partisë Demokratike, e cila kërkon që në qarkun e Vlorës të shtohen 4 bashki të reja, bashkia Amantias me qendër në Kod që të përfshi fshatrat e lumit të Vlorës, bashkia e Novoselës, e Topaltis, të përfshin gjithë zonën e Topaltis, bashkia e Ksamilit dhe krye bashkia, do thoya bashkia e Orikumit. Ka qenë një nga aksionet tona të para, përpjekja për Orikumin bashki, dhe ne këto aksione për këto 4 bashki duhet t'i vazhdojmë. Është dhe një variant që shpjegohet sot që edhe këtë veprim shumë diskriminues ndaj qytetarëve të Shqipërisë, ndaj bashkive, ndaj edhe të tive, po e quaj, që bëri Rama është për të trequr vëmendjen nga ajo protesta e madhe qytetare, e cila është protest kundër korrupsionit dhe keqqeverisjes të Ramës. Dhe me iden që ndoshta mbas 30 ditësh, a 60 ditësh, gjasme të riqe, dëgjon zërin e qytetarëve dhe të lëj përsëri numrin 61 të bashkive. Por edhe me këtë numër nuk ka të fituar Shqipëria, nuk kanë të fituar qytetarët. Ne duhet të shpjegojmë në këto 2 muaj, gusht shtator, 2 muaj gjysmë dhe në mes të tetorit, ne duhet të shpjegojmë variantin ton me 100 bashki dhe duhet të shpjegojmë atë variant ku ne shtojmë 4 bashki Orikumi, që është i pa diskutueshëm dhe në të gjitha treguesit ekonomiko-financiar, për sa i përket shtrirjes gjeografike, për sa i përket resurseve, për sa i përket turizmit, për sa i përket simbolikës, traditës e të gjitha. Topaltia po ashtu, që janë larguar shërbimet në këtë zonë, janë larguar shërbimet e bashkisë nga kjo pseudo-reforma e 2014-ës, nuk ka më kujdes ndaj banorëve, punëtorë dhe fisnik të kësaj zone. Veprimi tjetër që duam të bëjmë për t'i dhënë atë kurorën e lavdis lumit të Vlorës dhe fshatrave të Kudhës Greotit për të krijuar atë bashkinë e Amantias, apo tjetra Ksamili si zonë. Ne këtu do përqendrohemi tek këtë shpjegimi i variantit ton, i cili në radhë parë ne shpjegojmë variantin ton, pastaj kuptohet që është dhe kjo përmes veprimit, përmes aksionit që mbrojmë Selenicën nga goditja që kërkon t'i bëj Rama, nga përdorimi, nga shfrytëzimi dhe kur them përdorim, Rama përdor dhe njerëzit e vet, përdor dhe shpërdor, gjua shqipe i ka të dyja këto, shpërdoron deputetët që ka zgjedhur, që i konsideron si ushtar të zgjedhurit e ndryshëm, patronazhistët e vet, aktivistët e tjera, por kryesorja për ne është që ai godet Selenicën, godet Labrin, godet edhe Vlorën. Në këto 12 vite, banorët e Novoselës, banorët e komunës Qëndër, banorët e Orikumit, e panë se çfarë pruri reforma e 2014-ës. Vetëm regres për ta, vetëm regres. Akoma më keq do jetë kjo gjendje tani edhe për banorët e Selenicës dhe të 6 njësive administrative të bashkisë së Selenicës. Unë këtë qëllim kisha, të nderuar koleg, zotrinj, është një kohë që detyra shtrohen para të gjithëve ne, janë detyra që në radhë parë janë të raportet me qytetarët dhe tek aksioni qytetar. Ne do mbështesim shoqërinë civile të Selenicës në protestat e tyre, ne do inkurajojmë dhe do shtojmë, do diversifikojmë ato veprimet dhe aksionet tona për të shpjeguar
qëllimet e këqija të reformës administrative variantit socialist dhe për të shpjeguar avantajet e variantit ton. Në çdo tregus, në gjitha ato krahasimet që bën, kësaj përket përpjekjeve për decentralizim, ne kërkojmë decentralizim. Reforma e Ramës kërkon centralizim të pushtetit vendor, shtypje të mëtejshme. Ne kërkojmë që pushteti vendor t'i shërbejë qytetarit, të shkojë afër qytetarëve. Këta kërkojnë ta largojnë akoma më tepër. Ne kërkojmë të forcojmë autonominë e plot të njësive vendore, administrative, ligjore dhe financiare. Këta kërkojnë të kundërtën. Ne kërkojmë bashkitë të cilat janë për të gjithë qytetarët. Këta kërkojnë përmes centralizimit dhe përmes zmadhimit të njësive administrative në varësi të bashkive, ta bëjnë kryetarin e bashkisë, këshillin bashkiak, administratën e bashkisë të pakapshme nga qytetarët. Ne kërkojmë realizimin e një reforme decentralizuese mbështetur në kartën e autonomisë së pushtetit vendor, mbështetur në parimet më të mira të BE-s. Rama kërkon dhe do të realizoj të kundërtën. Është parë zhvillimi si është drejtuar, si është komanduar, si është orientuar dhe famshmja kjo kthimi në identitet në thelb ishte një vazhdim i politikës së fasadave, i politikës së betonizimit e tjera. Skandalet e Ramës, skandalet e qeverisë së tij kapin jo më dita ditën, po tani kanë kaluar kapin ora orën dhe pa diskutim. Këtë nuk e themi vetëm ne këtu, nuk e them unë, po janë të mendimit shumica e shqiptarëve, ditët e këtij regjimi janë të numëruara. Ka filluar numërimi mbrapsht për këtë, detyra jonë është të vazhdojmë të kontribuojmë. Të kontribuojmë siç kemi bërë në këto vite, të kontribuojmë në radh parë për Shqipërinë, për Vlorën, për Labrin, po të kontribuojmë pa diskutim edhe për Partinë Demokratike dhe gjithë mbështetësit dhe simpatizantët tanë që na kanë qëndruar në këto vite të vështira. Unë ju kërkoj ndjes nëse u zgjata, natyrisht ne do të dëgjojmë dhe drejtuesin politik, edhe Tirdin si kryetarin e këshilltarëve dhe të gjithë këtu për të përcaktuar edhe një plan masash, mendoj unë, një plan masash, një fazë përgatitore çfarë do kemi në këto ditë të gushtit dhe atë intensifikimi crescendon që ne duhet të arrijmë në aksionin ton, në veprimin ton, po dhe në mendimin ton. Po e bëj dhe një përcjellje të një mendimi tim të fundit. Unë e kam pasur dhe e kam theksuar edhe në kuvend edhe në mbledhje të grupit parlamentar të PD-s, po dhe në takime me ju. Të nderuar zonja e zotrinj, ne kemi nevojë në çdo rast të shpalosim alternativën e Partisë Demokratike. Në fakt në këto vite në ato baterit dhe bataret e sulmeve që janë edhur ndaj Partisë Demokratike, lançohet shpesh dhe kjo PD-ja nuk ka alternativë, jo po ku është varianti PD-s, jo po. Ne gjithmonë kemi patur alternativa dhe i kemi patur alternativat shumë të mira. Ne kemi patur alternativat shumë të mira. Po, unë mendoj që nuk kemi ditur sa duhet ta përcjellim te qytetarët. Nuk kemi ditur sa duhet ta ambalazhojmë bukur atë produktin ton. Në ato 4 P të famshëm të marketingut, product, place, price, është shtuar edhe mënyra e paketimit, e mënyra e përcjelljes. Këtu ne na bie detyrë të gjithëve. Na bie detyrë të gjithëve duke nisur nga kjo reformë, të përcjellim variantin e Partisë Demokratike, ta mbrojmë variantin e Partisë Demokratike, ta ballafaqojmë me të pseudo-reformën që do të bëj Rama, që, dhe kjo duhet të jetë kryefjala jonë, kjo është një variant, një reformë antikombëtare që ai do të realizoj për të vazhduar, për të thelluar, për të kontribuar në shpopullimin e vendit. Domethënë ky ka ndërtuar një qeveri të tillë që domethënë nga skandali në skandal apo dhe propaganda e tij dal boje, ky arrin shet sukses marrëveshje me Vietnamin që do vinë këtu 30.000 vietnamez. Është jashtë çdo mendje normale njerëzore.
është jashtë çdo mendje normale njerëzore. Por Shqipëria është vend i vogël. Është vend i vogël dhe vendet e vogla duhet të rinë solid, të qëndrojnë në mënyrë integrale, Nuk jemi ne vend me sipërfaqe të madhe, me popullsi të madhe, që të futet në këto aventurat që përcjell Rama. Jemi përballur edhe me kërkesën edhe interesin e media për edhe të qytetarëve. E para njërë unë duhet të falenderoj Bujarin, kemi filluar po e quaj këtë histori në thonjza të kundërshtimit të kësaj reforme territoriale të implementuar në vitin 2014-2015, qysh në vitin 2022 kur kemi zhvilluar 4 takime shumë të suksesshme, të cilat ne dhe I kemi bërë prezent dhe vazhdon të jetë po prapë njëti propozim të cilin ne kemi konsultuar me qytetarët dhe banorët e Bashkisë Vlorë, po edhe të Bashkisë Selenicë, në cilin ne kemi konkluduar që minimalisht duhet kemi shtimin e Bashkisë Orikum, të Bashkisë Novosel, ose Top Alti, siç e quajti edhe Bujari. Këto janë përcaktime të cilat mund ngelen për të definuar në fund sa I përket paraqitjes së propozimit përfundimtar, dhe në të njëjtën kohë ndarje në 2 të Bashkisë Selenicë, në Bashkinë Selenicë, e cila do të përfshi Vllajinën dhe Armenin, dhe pastaj gjithë zonën e Lumit Vlorës, e cila do të mbante emrin Amantia. Kuptohet që ne sot jemi para një fakti I cili është bërë fakt nga Partia Socialiste, edhe me prishjen e Komisionit për reformën administrativo-territoriale, I cili ka dalë me produkt të propozuar nga ana Partia Socialiste, e cila redukton në 15 bashki më pak nga 61 që janë sot, në kalimin në 46 bashki në total, e cila duke ju referuar po prap reformës territoriale të vitit 2014, e cila në thelb, për mendimin tim, por mendoj edhe të shumë prej jush, edhe njerëz cilët ne kemi kontaktuar dhe vazhdojmë të diskutojmë dhe të ekspertë, ka pas për qëllim vetëm shpopullimi, largimin e shërbimeve, dhe duke larguar shërbimet automatikisht to zona shpopullohen. Ne kemi fakt sot zonën e Novoselës, nesër do të jetë fatkeqësisht nëse do të konkludohet, unë shpresoj shumë që banorët e Selenicës dhe zona e Labrisë të qëndrojnë fort, madje edhe në një qendrim publik u kanë bërë thirrje që të qëndrojnë fort dhe të ketë protest, ndoshta edhe deri në mosbindje civile për mos u realizuar, sepse do të jetë një katastrofë për atë zonë, e cila pavarësisht se nuk ka pasur prekje të drejtë për drejtë, deri tani ka pas një shpopullim të madh të këtyre zonave. Dhe nëse Bashkia Selenicë do t'i bashkohet Bashkisë Vlorë, duke dyfishuar territorin e Bashkisë Vlorë, e cila nuk u jep dot sot shërbime atyre zonave të cilat ne I kemi trajtuar siç janë zona e Dukat Fshatit, apo zonat e fshatrave të Novoselës, apo zonat e fshatrave të Shushicës që janë bashkëlidhur Bashkisë Vlorë, mendoj që do ta thelloj edhe më shumë. Unë kam darë në 4 pika kryesore, të cilën njërën për të cilave e preka, që është popullimi në thelb dhe në konceptin e Ramës. Një pjesë tjetër që ka të bëj nuk është reformë territoriale, po është hartë elektorale, për cilën vazhdon dhe sot, ndofta edhe I kapur nga paniku dhe reagimi popullor për t'i grupuar në bashki me territor të madh, për të mbajtur edhe njerë të njëjtin numër bashkisë që ka pasur, duke konkluduar në atë, po themi, arogancën që ka deklaruar që do t'i fitojmë të gjitha bashkitë. Në të njëjtën kohë mendoj që nuk është e konsultuar, sepse të gjitha konsultat, edhe konsulta publike, ku shumica prej jush ka qenë prezent në Pallatin e Kulturës që u zhvillua me Komisionin për reformën territoriale, ka pasur kundërshtim të forta për atë reformë që ne diskutonim, dhe jo më për të zvogluar, pra për të shkrirë bashki të tjera. Në të njëjtën kohë mendoj që është në shkelje edhe të kartës që përmendi edhe Bujari të autonomisë vendore dhe të direktivave europiane që ka të bëjë me decentralizimin, sepse nëse ne grupojmë bashki dhe I bëjmë super të mëdha, ne I centralizojmë, përveç faktit që në gjitha etapat që apo në projekt ligjet dhe urdhëresat apo vendimet e Këshillit Ministrave që nxjerr kjo qeveri u ka marrë kompetenca bashkive në vend që t'u japi kompetenca dhe të decentralizojë veprimet. Në të njëjtën kohë, unë mendoj që analiza nuk është e saktë dhe po ta shikoni edhe bashkëkryetari përfaqësues I Partisë Socialiste në komision nuk pati një analizë të saktë sa I përket të paktën Bashkisë Selenicë. Ne kemi dhënë analizat qarta financiare, resurset njerëzore, resurset territoriale të këtyre zonave, të cilat kanë kapacitet të plot për të qenë jo vetëm kështu siç janë Bashkia Selenicë të qëndroj, por duhet ndarë madje në 2 dhe në të njëjtën kohë thash edhe një herë,
Bashkia Orikum, që është shumë thelbësore dhe ne kemi mshuar fort këtij fakti për të qenë bashkim njan, sepse ka një kapacitet të fort ekonomik, ka resurse njerëzore, të cilat mund ta drejtojnë në mënyrë perfekte të bashki dhe po të shikojmë sot e gjithë grupimi që i është bërë pranë bashkisë Vlorë, këto njësi administrative që tani fatkeqësisht quhen kështu dhe këtë mund ta konfirmojnë të gjithë ata qytetarë të cilët ne kemi bashkëbiseduar në ato takime që kemi zhvilluar në vitin 2022, të gjithë kanë konfirmuar të njëjtën gjë. Nuk kemi kontakte, nuk kemi me këtë flasim, nuk kemi kujt i shajmë halli, sepse dhe vetë njësitë administrative, drejtuesit e njësive administrative janë njerëz të emëruar, nuk kanë asnjë kompetencë, praktikisht janë njerëz të cilët vendosen nga kryetarët e bashkive. Imagjinoni bashkisë Vlorë me këtë sipërfaqe që nuk e ushtron dot realisht në gjithë territorin ndikimin e saj dhe të shpërndaj investime dhe të vinë ndihmë qytetarëve, imagjinoni të bashkohet edhe Bashkia Selenicë me një sipërfaqe po kaq sa Vlora, me një popullsi që është ajo që është në Bashkinë Selenicë, pavarësisht numrave, por që ka komplet kulturë tjetër, synime të tjera, objektiva të tjera zhvillimore në krahasim me Vlorën. E konsideroj takimin e sotshëm jashtëzakonisht të rëndësishëm, për shkak se Kryeministri Rama, ashtu siç ka ditur dhe herë të tjera, të fusi një kurth politikën shqiptare, por më shumë qytetarët shqiptarë kërkon dhe në këtë rast për të humbur gjurmët e gjithë mega korrupsionit qeveritar, kërkon që të kanalizoj politikën shqiptare, mendimin e qytetarëve, aksionin e forcave tjera politike ku hym dhe ne, në një drejtim të caktuar për të çoroditur dhe ashtu si ujku që kërkon mjegull të dalë më ata. Në këtë situatë, gjykoj që ne, si forca më e madhe e opozitës në Shqipëri, duhet të përcaktojmë qartësisht qëndrimin tonë. Ekspertët tanë kanë folur dhe kanë thënë me detaj mbi bazë një ekspertize të qartë se sa mundësi si numër ka Shqipëria për bashkitë e saj. Dhe sipas ekspertëve tanë, ky është tashmë një qëndrim i njohur, Shqipëria mund të shkojë deri në 100 bashki. Por sigurisht kjo është pjesë edhe një negocimi politik, por në asnjë mënyrë dhe në asnjë lloj rrethane jo të shkohet drejt 46 bashkive që kërkon Rama. Ne jemi të pakënaqur, jo ne, por ekspertët tanë me 61 dhe jo më ta presosh akoma më shumë dhe ta çosh 46. Cilat janë qëllimet e Ramës në këtë reformë, që nuk është reformë, por është anti-reformë territoriale. E para, kjo është një reformë anti-qytetare. E dyta, është një reformë anti-kombëtare, por po të hysh në thellësi, arsyeja e vërtet përse bëhet kjo reformë është thellësisht elektorale, me kalem në dorë, dhe në këtë kuptim, kjo reformë është një goditje e rëndë ndaj pluralizmit politik në Shqipëri. Dhe në këtë kuptim, forca jonë politike duhet jetë shumë vigjilente, shumë e përgatitur dhe duhet që menjëherë të ndërmarrë një aksion shumë të fortë politik, jo thjesht për të mbrojtur qytetarët, jo thjesht për të mbrojtur ata që kanë thënë ekspertët, jo thjesht për të mbrojtur kartën e autonomisë lokale, jo thjesht për të mbrojtur qenien e Bashkisë Selenicë, por unë alarmin më të madh në këtë situatë e vë tek mbrojtja e pluralizmit politik. Përse e them këtë? Kjo hartë territoriale nëse do të kaloj, që unë mendoj që nuk do të kaloj, i përgatit Ramës fitoren e pushtetit të ardhshëm. Këtu s'ka ndonjë. Dhe në këtë kuptim reagimi jon duhet jetë jo racional. Besoj e kuptoni se çfarë do të thotë një reagim jo racional. Unë kam qenë dje në Selenicë, në mbështetje të një kuvendi burrash e kishin quajtur ata, dhe vërtet unë vura re tipare të një zone, unë nuk e kisha shkelur më para të zonë, edhe për